Dimitër Gjoka, i ftuar në emisionin Dekalog nga Roland Qafoku në Dritaret, flet për kohën kur jepte lajmet në radio televizionin shqiptar. Gjoka tregon marrëdhënie me kolegët, mes tyre edhe meteorologun Petrit Leka. Gjoka tregon se si e hoqën nga puna meteorologun vetëm se tha buona sera, në vend të thoshte mirëmbrëma, ndërsa jepte motin gjatë transmetimit të drejtpërdrejtë. Moti në televizionin shqiptar e ka dhënë Petrit Leka. Ai vinte 2 orë para dhe çdo mbrëmje pas lajmeve jepte motin. I bënte çdo gjë gati me dorë. Kemi qenë të dy në një studio. Unë nuk isha aty kur ai bëri atë nga Teresën, që në vend të thoshte mirëmbrëma, tha buona sera. Por ka raste kur njeriu emocionohet dhe janë gjëra që ndodhin. Ai dëgjonte motin nga raji dhe ndoshta aty, në këto rrethana i doli buona sera pa dashje sepse ishim drejtpërdrejt. Pasi bëri këtë nga Teres e hoqën nga puna. Atëherë ishte çdo gjë e kontrolluar, duhet të ishe i kujdesshëm. Ai u kthye përsëri në televizion, në momentin kur Enver Hoxha tha: "Riktheheni se nuk ka bërë ndonjë gabim të madh. Ne kemi qenë bashkëudhëtar me Petritin. Ai ishte njeri skrupuloz, njeri i mrekullueshëm", thot Gjoka.